Çdo fëmijë është i ndryshëm. Fëmijët ndryshojnë në interesa, pika të forta dhe të dobta. Edhe mënyra e të mësuarit nuk është e njëjtë për të gjithë. Në Baden-Württemberg ka lloje të ndryshme shkollash për të siguruar që çdo fëmijë të marrë mbështetjen e duhur. Një prej tyre është Qendra e Edukimit dhe Këshillimit Special, SBBZ shkurt. Fëmijët mund të marrin pjesë në SBBZ nëse ka nevoja të veçanta arsimore ose ka nevojë për ndihmë të veçantë me mësimin e tyre. Prandaj mësuesit kanë më shumë kohë për t'u kushtuar nxënësve individual. Në SBBZ, klasat janë zakonisht më të vogla se në shkollat e tjera. Gjithashtu, bashkëpunojnë specialistë nga disiplina të ndryshme. Ju mund të mbikëqyrni zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve. Për të ofruar mbështetje të personalizuar bazuar në nevojat e fëmijëve, për ta bërë të mundur këtë, SBBZ ndahet sipas prioriteteve të financimit. Ka shkolla të specializuara në mësim, zhvillim intelektual, dëgjim, zhvillim fizik dhe motorik, vizion, gjuhë, zhvillim emocional dhe social. Ashtu si në shkollat e përgjithshme, nxënësit në SBBZ mund të marrin kualifikime të njohura. Ata gjithashtu mund të kalojnë në lloje të tjera shkollash. Ndryshimi shoqërohet me bashkëpunim të ngushtë me shkollat e përgjithshme dhe prindrit. Kjo vlen veçanërisht për kalimin në botën e punës. Për shumë prindër dhe fëmijë, ndjekja e SBBZ-s është një avantazh. Fëmijët marrin mbështetjen e duhur dhe mësojnë me ritmin e tyre. Megjithatë, për prindrit, transporti me autobusin e shkollës ose dialogu me familjet e tjera mund të jetë një ndihmë e madhe.